Jam te Grand Sarai këtu në Janin. Kam zgjedhur këtë hotel këtë radhë sepse është kohë me shi, nuk mund dalësh të bësh shëtitje në liçen, të shfrytëzosh pjesën e qytetit apo restorante të ndryshme, por të duhet të mbyllesh në një vend dhe ky është vendi perfekt. E kanë arreduar shumë bukur për pjesën e festave, ka pishinë dimërore, ka spa, vaktet ofrohen në formën e bufes, po është një ushqim shumë cilësor. Arsyeja pse unë vi në Janin 2 herë në vit është sepse bëjmë check-upet ne të rriturit dhe djalit. Këtë radhë kemi përveç pediatrit, po kemi takim dhe me kardiologun sepse është koha kur fillojnë sportet aktive dhe duhet të dish gjendjen shëndetësore të fëmijës, takim me doktorat për ne të rriturit për situata të ndryshme shëndetësore. Dhe më pas një furnizim i fuqishëm tek IKEA dhe Marti që ndodh 2 herë në vit për pjesën e detergjentëve apo para festave për të marrë ato dekoret që të duhen për pemën, për shtëpinë e tjera me radhë. Megjithatë në komentin e mëposhtëm do mundohem t'ju jap sa më shumë detaje mbi doktorat dhe adresat për të gjithë prindit që kanë nevojë për të bërë një udhëtim të tillë që e quaj gjithmonë turizëm shëndetësor. Për faktin edhe duke gjetur dhe resorte të tilla që të ofrojnë këtë pjesën e spas dhe pishinës që nuk të kthehet në shumë stres 2 apo 3 ditë janina që mund t'i bësh.